Juli si është këndon këngëtari ti si as lek, i rat. Ska në 5000 lekë çuna tani. Ai 2500 bet 5000 ja. Kjo kënga më kujton rrugën e vjetër të Vlorës, më kujton tunelin ku mbushja ujë. Rrugën e vjetër, po të vjetër ne bjeti nga Levani deri në Vlorë bie na. Po pra se në këto fshatrat, po nga Levostrova, në Vosel. Shikoj se hahet shumë bukur aty, është shumë mirë drejt kanë në Panaja. Te ullit në Panaja, atje te Vashëza. Ashtu po jo, nuk kemi ylli bakën sot jo. Bruno Pollogati ose ndryshe Bruno i Revolt, ai që me kë nuk ka bashkëpunuar, me Elifare, Neli Male, Elbria Dërgjonaj, Mariolën, Poni, Nora Istrevi, Lumi Bivo, Sava Alia, Ylka Kuqi, Endri dhe Stefi, Valbona Mema, Peskallaku, Sali Berisha, Emmanuel Macron, Elon Musk dhe së fundi po angazhuar në zgjidhje e krizës politike në Kosovë. Freno. Me të pasme vllase ike shumë, ike. Kush të tha që do bëhem ministër njëherë se mora vesh do marr. Bruno, mirë se ke ardhur në Top Fare. Mirë se ju kam gjetur. Faleminderit shumë, jeni të mrekullueshëm. Ju dua, ju ndjek gjithmonë dhe faleminderit. 10.000 lekë të hapa. Se flet sigurisht Big Brother. Faleminderit, ju dua. Po pse jo, mos harroni, inshallah dash zoti i madh. Jo, ça? Ja nisë direkt me. Jo, mo bor. Po jo se jemi në këtë periudhën ku para se të filloj Big Brotheri nëpër internet qarkullojnë emra. Po jo emri më s'është qarkulluar akoma. Po e di çfarë është e bukur se këta që qarkullojnë ata futën. Gjilli mbuluar. Ja. O Bruno, Hadha. Si fillim. Si e patë ditën sot? Top Fare apo Topi? Top Fare. Unë nis gjithmonë top si Top Albania Radio ose Top Channel. Unë nis gjithmonë Top Fare. Juli e di shumë mirë, kështu që ne jam gjithmonë. Nga i diti Juli? Ç'e di ti për Big Brother? Ai dhe ti ai italiani që këndon? Po. Si çe. Jo, unë jam robot. Çe. A ke ndonjë pyetje që nuk do që ta bëjmë sot, po dalim borxhi që në fillim? Jo, dha vetëm shkrepe, jepi të parë, të dytë, çoj tek i pestë pasaj. Po gjendë ne jemi vetëm automat. Juli e çon në 9G çaj. Verstappen i çmendur, po është Piastri i pari. E ndjek Formula 1 apo ja? Jo, me thënë drejtën. Jo, nuk e ndjek. Nuk ka vërtet. Po bro, do të bëjmë të pyetje për lek apo nuk do të futemi te çështja? Çfarë është kjo? Nga vjen kjo? Lekun. Paguhen me kartë këngëtarë tani. Ne dëm kacin ka dha. Ne dëm ato gjëra të jetona. Gjithë këto bashkëpunime. Jepi. Kush rezultoi më i suksesshëm? Mos ta bëj bish tani por na thuaj një emër. Po sinqerisht të gjitha, po me qenë se kemi vendosur këngën, edhe kënga me Lumi Bin ka qenë shumë e suksesshme, po. Unë le të themi të gjitha këngë kanë qenë suksesshme në llojin e vet. Kënga me Endion Alikon kam bërë këtë vit në Behar, që është bërë shumë virale në TikTok. Princesha është bërë shumë virale. Na rikujto pak. Moj e bukur, moj princesh, me mua po vjen. Kam me të falun ty çka dush, veç me mu me qen. Të voglen qëriti nona sot tu bë princesh. Kam me marrë se ma do zemra unë për të povdes. Endioni një 13 vjeçar, e kam pasur dhe në zënsin tim, po dhe mik shumë të mirë dhe ka një zë fantastik, është shumë i talentuar, e përshëndes shumë se më ka ikur në Kanada, më ka lënë vetëm, kam pasur një tur të suksesshëm me të, dhe kjo kënga vërtet doli shumë, nuk do të them rastësisht, bashkëpunimi ishte rastësisht, po kënga ishte e mirë menduar, po pati një rezultat shumë të mirë në publik dhe publiku e përqafoi shumë, po dhe ai si djalë është djalë i ëmbël, djalë i dashur, me një vokal të shkëlqyer dhe pati vërtet shumë sukses. E kishe nxënës, tani nxënës. Ai bie ti je mësues, sepse unë jam mësues, po, unë jam mësues në një nga kolegjet më të mira në Tiranë. Më të mira në Tiranë. Tani ka do ta themi. Jam mësues. E pastaj le të themi dhe për Adesso Bala, një nga këngët më të suksesshme të 2013-s me Revolt Clan, me Febin, me kolegun tim, të cilin e përshëndes dhe dua fort. Dhe kjo ka rezultuar një nga këngët më të suksesshme të asaj kohe. Gjithmonë ne i bëjmë këngët, pastaj publiku vendos, por e përgjithshmja këngët tona kanë qenë gjithmonë kam mbajtur një balans kanë qenë. Bruno përmend Febin dhe grupin Revolt Clan. Pra çfarë bëhet me këtë Revolt Clanin? Se ti shumë se nuk bëhet dha polera, nuk ti them të gjitha tani dhe kur të dalin pastaj të tregoj të gjitha. Ke shumë nga këngët e tua i ke bashkëpunimet i ke vetëm si Bruno Revolt. Pse jo me grupin? Shiko, e di, ka momente që marrim disa vendime për të ecur dhe pak si solo, le të themi dhe të masim pak vetëm, por në anën tjetër ndonjëherë vendosim të bëhemi dhe
Febi për shembull është kushtuar çik më shumë familjes këtë periudhë. Ka qenë është bërë baba për herë të dytë dhe i është kushtuar më shumë familjes. Për momentin tirojnë fëmijët dhe i përshëndesin. Në dasëm orë, në dasëm. Po i shkruaj Febi tona, flasin apo jo? Po, shiko, mos e vër në dyshim vëlla se ne miqt kur I konsiderojmë miq harroj derisa të vdesim I kemi miq. Flasim dhe jemi shok shumë të mirë dhe për këtë arsye kemi vendosur të bëjmë pak pushim, por jo më larg se para një vit e gjysmë, mos gaboj 2 vjetësh, bërëm remake-un e këngës Tate du fustan me Valbona Memën që na rezultoi vërtet shumë e suksesshme. Pra një rikthim I mirë. Po, një rikthim I mirë me grupin, do vazhdojmë akoma, por un kam disa projekte të tjera që I kam vetëm edhe të shohim. Po doja të pyesja nga gjitha këto bashkëpunimet, nuk flet më, domethënë flet me të gjitha apo? Apo jezë me ndonjëherë që flet. Na i lau, tau. E ke parë storyn bësoj? Te Top Albania Radio. Vjen ti rrofej gjitha, kështu që me kë sa i lezet që më shipojnë grupat e faqe. Nuk ka fiera here. Kur bën dhe ëndër fiera të luftin amore nusa ka fieri. Me të gjithë flas, nuk mund të them që I kam të gjithë miq shumë të mirë, po koleg të mirë dhe kemi edhe ruajmë një respekt, të paktën ana ime unë ruaj një respekt shumë të mirë me të gjithë që bashkëpunoj, se më pëlqen që në jetë kem shumë miq dhe pse jo, ti lëm hapësirë vetes për mundësi të tjera. Nga Vlora e keni. Jo nga Vlora. Ne duam të dham, thuaj. Po e bën kështu ai më thuaj. Po, edhe të këndojmë. Pse jo? Kupton. Nuk I del Vlora ti, do ta bëj edhe pak fierakshë, Flora. Po jo, ka dëgjoj vetë çina skrapari era se jemi edhe në origjinal skrapari. Ke lidhje nga skrapari. Po, jam në origjinal skrapari. Dhe je rritur në Vlorë. Jam rritur në Vlorë. Gjimnazin Alidem e ke bërë? Jo, gjimnazin e kam bërë te shkolla e muzikës, kurse 8 vjeçarin e kam bërë në Pusmezin, lagjen time në Zigur Lelo. Edhe Zigur Lelo. Po nga dole këngëtar ti nga aty. Po çe Pusmezini tani nuk futesh më andaj se futesh nga Transbalkanike. Po jo, po aty ai rreth I madh aty çon ai. S'ke nga vetë. Për gjithë që jeni në ato rrugë, tani nuk ka trafik. Dhe disi ngeli Pusmezin se ishte një pusë e kishte Mezin. Ajo faktikisht e ka lagje 11 janari, po në Vlorë gjithmonë të vën nofka. Në Pusmezin te Kulaçi, te Kalitrojës. Te Kalitrojës, te Tregu Orizit, te 7 pallatet. Rruga Makaronave. O Bruno. Moj Vlora me kuror, të uroj një 100 vjetor. Të S'kemi portofolin me vetë. Të pudh malin, të uroj Ismail Qemali. Ismaili s'ke ku e uron ti, po. Ta takoj, më fal. Po mirë. Ta takosh jo. Po do vini ditë. Do vini ditë. Qofte larg. Ke qenë për 100 vjetor në Vlorë? Po kam qenë me grupin, kemi performuar aty me miliona shqiptar, nga e gjithë shqiptaria dhe të Kosovës e kruaj. Ka qenë një eksperjenca, domethënë ne kemi bërë koncerte pafund, po eksperjenca më e bukur ka qenë për 100 vjetorin e pavarësisë, kemi qenë në Vlorë, ka qenë një shi të mërshëm në atë kohë. Po, e mbajmë, edhe unë kam qenë aty. Dhe kemi torta ke bërë ju? Apo s'kishte torta? Jo, torta ka qenë këtu në Vlorë. Kishin ishte një tort po në miniaturë ishte torta. Bravo, ne kemi performuar dhe ma kujtove sa bukur ka është, ma kujtove vërtet ka qenë një nga performancat më të veçanta dhe shumë emocionuese e asaj kohe dhe s'kam për të harruar kurrë. Ne me vërtet do bëjmë shaka, po unë të pyes edhe gjëra që kanë vlerë. Vërtet e gjithë. O Bruno, tani nga gjithë to bashkëpunime kush ka bërë më shumë naze? Je naze, jo, s'më ka bërë njëri. Ka qenë më I vështirë. Jo, sa të profesionalisht. Jo, nuk mund të them më I vështirë. Këtu do dal tani. Naze s'më ka bërë njëri, por le të themi profesionalisht më kërkuese dhe më shumë bindse është Poni, të cilën dhe e përshëndes shumë se është një nga gocat dhe zonjat e shkëlqyera vërtet dhe fat net që e kemi, por vërtet që kërkon shumë nga projektet dhe le të themi ajo ka qenë pak më këmbgulse në disa gjëra dhe e di në një anë ka dhe të drejtë se ndonjëherë kur ti mendon se çdo gjë është perfekte, nuk është. Jo gjithmonë gjërat janë perfekte. Ai kur e takove Ponin për herë të parë, the, dashuria shuhet në heshtje, kur ndahet trëndafili në vdekje. Tani kam nevojë për buzëqeshje, që më fale ti. Pa ty shumë I ftohtësh janari. Pa ty nuk më ngroa zjari. Unë ndryshoja, me jarim ndryshe. Përshëndes Ponin. Respekte për Poni. Ku është Poni? Poni, përshëndesim nga Top Albania, fix. Bukur shumë. Bruno, si je ti jashtë muzikës? Je rebel?
Si revolt? Vë jam. Me këtë madhe. Ka shumë ndjekse në Instagram. Jam më në p. Jam më i madh i ndërkombëtarisht. Po. Me patent. Apo je i qetë si baladat e tua, Bruno? Ha? Si e? Apo je i qetë si baladat e tua? Jo, jam shumë i qetë, jam shumë i dashur, jam shumë happy dhe në një jetë kemi dhe unë përpiqem ta shijoj dhe sa herë që zgjohem gjithmonë me buzëqeshje dhe flet gjithmonë me buzëqeshje. Po, kështu kur e ke xhepin plot. Britani pas shtepelenës, kush na ka ina? Po çat xhepi plot ato vene vino vlla, po. Ja Juli, shikoj vetëm qeshti. Juli qesh, ti qesh, DJ Vini do reklama ro. Vini shkëputu me reklama. DJ Vini se kam si shpirt. Po do ta thuash pas pak bashkëpunimi me DJ Vinin. Po ikim reklama, rikthehemi. Jemi rikthyer me Gazare siç dim vetëm ne Bruno Revolt. Tani një bashkëpunim që nuk do doja ta bëja kurrë Bruno. Me një që mund të jetë pseudo artist, se përndryshe me të gjithë do doja. Ata që kanë zërin e bukur për shembull? Jo, ndoshta jo se nuk të pëlqen, por rryma të përshtatet. Jo, përpiqem që të dëgjoj çdo lloj rryme, të preferuarat e mia është R&B dhe pop, R&B dhe hip hop, që un jam i dashuruar dhe jam rritur me këtë lloj muzike dhe nuk e ndroj, po dëgjoj ndonjëherë dhe rock, heavy metal e kështu gjërash, por vokali, po dhe popullore patjetër. S'kemi kur shkojmë pa popullore ne vlla. Vokali im, le të themi zëri im anon më shumë në ngjyrat e një rryme rock. Rock. Por duke parë curin, duke ecur me grupin, duke eksperimentuar në rryma të ndryshme, ne përfunduam në këtë lloj zhaneri ku unë sot po performoj dhe e kam ndier veten shumë mirë dhe kam pasur edhe sukses patjetër. Sa vite u bën nga dalja jote e parë si artist? Shikon, nëse do flasim vetëm si personazh, un kam dalë që 13 vjeç në kompeticione. S'po i përmendim emrat. Kurse me grupin kemi dalë në Top Fest në 2000 Top Fest 2 mos gaboj, si Revolt Clan me grupin dhe që atëherë ne s'jemi ndalur më. Domethënë, le të themi jemi mund të kemi gati një 17-18, mund të jenë bërë dhe 20 vite në skenë, me gjithë dështimet, sukseset tona. O Bruno, kur filluat që të merrnit lek? Domethënë, nuk po them të merrit ndaj 5 vjeçë ndaj. Të merrit lek që ti ta kuptoje vlerën që ishte. Jo, shife, ka shumë të drejtë. Është pyetje shumë e bukur kjo që. Çfarë më bëti për gatitaj për do flasim brapa. Hajde lëshoje para brapa, më ta dëgjoj tani. Le të themi shumë shpejt kam filluar të marr lek, se që ne jemi ai brezi që njohim edhe misin, ne kemi ndonjëherë dhe jemi zhgënjur, kemi bërë shumë ndere, nuk bëhemi pishman se jeta vazhdon, është e gjatë. Një dorë aty ku bën nder që sa di ta di Zoti, ta di tjetri, domethënë çdo gjë ndodh për një arsye, këtë e kam kuptuar me kalimin e kohës, por ne kemi filluar ta prekim lekun shumë shpejt, jo në një shifër të madhe me grupin, por shumë shpejt. Le të themi, unë mund të kem qenë 16-17 vjeç. Kur e morë satisfaksionin e parë që ishte një shumë e konsideruar bëri një koncert edhe ata të vlerësuan sepse po thoj se gjithmonë kur kemi dalë me grupin, po le të themi kur kam pas bër këngën ka shumë këngë sa s'mban mend emra. Kemi bërë këngën, ne kemi qenë grupi i parë, le ta themi këtë, kemi qenë grupi i parë që kemi bërë bashkëpunim me Rumun, me Mario Biskin, në atë kohë ishte artisti më i suksesshëm në Rumani dhe asnjë artist shqiptar, themi të Shqipërisë, po besoj edhe shqiptar të Kosovës, në atë kohë nuk kishin bërë bashkëpunime me të huaj dhe ishte një pra ju ishit grupi që doli për herë parë jashtë shtetit. Po, edhe më e bukur ajo, dikush ka qenë që unë mendova se arrita Hollywoodin në atë kohë, sinqerisht se po se këngët e këtij djali dëgjoheshin në çdo klub, në çdo vend, kudo që ishte dhe kur më merr kolegu se fal Febit, mos ja heqim hakun, fal Febit, kolegu tim më tha vlla, tha di me kë jam duke komunikuar dhe me kë jam duke mbyll një deal bashkëpunimi, i thash jo vlla, nuk e di. Më tha me Mario Biskin, i thash në një moment unë isha pak kështu i hutuar, i thash me kë ore? Ja, sapo e dëgjojmë këngën. I thash kush është ky ore? Më tha mua Mario Biskin ai që ka atë këngë. Igor mos ja fut kodash, dhe unë isha duke shkuar. I doli vlegat Igor. Unë isha duke shkuar në lice dhe më e bukur as isha duke shkuar në lice se isha 17 vjeç atë kohë. Isha në këmbë duke shkuar në lice dhe ore po tallesh ti u dhan shkoj thashun. Jore më tha mua për zotin dhe hajde mbaron shkollën, më tha mua hajde në Alidem, se Febi Rik ka shpinë Alidem. Kur kam vajtur atje, vlla, demon e kemi bërë në Tiranë, në studion ton, se kishim studion atë kohë. Po. Dhe kur ja kemi prezantuar atyre dhe ata e kanë pëlqyer,
për ne ishte domethënë një kapitull i ri komplet të shikoje mediat ose gazetat në atë kohë që shkruanin thyet Hakulli për herë të parë kështu. Por e pranoj edhe këtë që s'kemi qenë shumë biznesmena, në sensin që duhet të ishim pak më të shkathë në ana menaxheriale. Jo. Jo, nuk kemi pasur eksperiencë vetëm ne kemi pasur eksperiencë shumë të bukur me atë, kemi të gjithë kanë eksperienca të bukura me rumunin. Kemi ndar koncerte me ta dhe edhe Armando Sadiku që bëri dhe shumë të respektuar dhe artista vërtet dhe jo fare mendje mëdhenj dhe shumë të thjeshtë. Nga ata kam kuptuar shumë se më vonë kam bërë një bashkëpunim me Otilien, që Otilien atë kohë, dëgjoj, se kjo është shumë e bukur. Ky është vërtet. Po prandaj kemi marrë që ti thua kjo është gjatë. Dore do dëgjosh kjo apo se po ti do të dëgjosh. Se më çamënde fare, më çamënde. Kjo është vërtet kjo është vërtet një mesazh shumë i bukur për të marrë, sepse Otilia në atë kohë kur ka bërë bashkëpunimin me ne sapo kishte dalë në një mega hit i saj bilionera që kishte gati 500 milion klikime, që një artist shqiptar sot të ketë 500 milion klikime nuk të flet me gojë vlla, dhe nuk e di pse ndodh kjo, po më besoj që ja kjo është kënaqë që ne kemi bërë bashkëpunimin. Po vini po ti ke fol më përpara. Jo, vini ne kemi xhan shumë dhe është shok shumë i mirë. Përveç dhe një nga DJ. Si e gjeta Otilien? Dhe me Otilien bashkëpunimi ka qenë shumë i rastësishëm. Po këtu ai ishte biznesmen? Po këtu ja morëm kokër më kokër. Bilioner në YouTube jemi bilioner. Shikoj, di pse them biznesmen Jul më fal, sepse ne ecim, ne ta thash, ne jemi ai brezi që jemi rritur me vuajtje dhe ne na ndodhte që o vlla ik për vllajin atje te tas me aty shoku tim, por sa të ket. Dëgjoj vllai, që e ka se ja kam borxh, mi po sa shok e miq kemi ne, i bie që vllai, ne do dalim rruare çe. Iku vera pas e lek. Çai vera. Vinim duke se ka ditëlindje për ca ditë. Nuk e urojmë dot para kohë, po do vim diku. Vini afuta koto, me vërtet, e ke ditëlindje për ca ditë apo jo? Jo. Dhe kjo ishte vërtet për të marrë, domethënë kam marrë një shembull vërtet shumë të mirë nga Otilia, se një njeri me një famë aq të madhe dhe pranoi, erdhi këtu, bashkëpunuam, ndam koncerte, se kemi pasur dhe një marrëveshje të tillë që ne domethënë ram dakord që çdo performancë, çdo koncert do ishim të tre. Ndoshta nuk do mbanim një çmim. Do vetaj jashtë shtetit ai marr lek. Po patjetër. Por jo, vërtet kanë qenë eksperienca shumë të bukura dhe kohë vërtet shumë të bukura. Nuk i vin më ato kohë, nuk mendoj që janë me njerëzit aq të ndjeshëm si në atë kohë dhe të jepnin dashuri sa më shumë. Kaq kisha. Mbaroj. Sa urdhro? Sa reklama po paguhen. Sa do të pyesim pas pak vetëm pas pak sa të kemi reklamat. Sa minuta? Po 5 minuta. 5. Ora për 5 minuta ora ça. Po bëj. Do prishim. Po mirë, po ti si elita 5 do të. Esta se berisha. Okej, Qeshni, më vërion patate këto. 5 do rikthehemi vetëm pas pak vazhdoni qëndroni këtu me ne. Bruno nga Revolt.